Përshëndetje përsëri, tani kemi ndruar lokacion, gjendemi këtu në komunën e Vushtresë, ku gjendemi në një ndër qendrat më të mëdha, pra në shkollën Aldi Kelmendi, për të parë se a ka filluar procesi me kohë, siç duket ka filluar dhe po shihet një fluks mjaftueshëm i qytetarëve të cilët kanë shprehur interesin për të ardhur për të shfrytzuar të drejtën e tyre të votës. Mirë po për të parë se si ka shkuar me detajisht ky proces deri në këto momente, kam pranvetes drejtorin e qendrës, zotrin Milazem Hyseni. Atëherë, i nderuar, mund ta tregoni pak se si ka shkuar procesi deri. Përshëndetje, faleminderit për vizitën. Po, procesi ka nisë me kohë në orën 7:00, kanë hi votuesit e parë, deri me tani jem krejt në rregull, asnjë problemat vogël se kem, dhe as që kem pas edhe herëve të kaluara. Besoj që edhe kështu do të vijoj deri në fund të kësaj dite. Do të votojnë, do të shfrytëzojnë secili ai që ka të drejtën për ta shfrytzuar. Të gjitha mundësit janë krijuar në rregull janë, dhe tjetër s'po di çfarë më thon për momentin, mirë është. Çdo gjë në rregull është. Sa i përket flet votimeve, a jeni pajisur me kopra nga KQZ-ja? Po, këtë çdo herë kem këta partive politike që shkojnë, janë komisioner të secilës dhomë që i marrin me kohë, vinë me kohë, çdo gjë përgatitet me kohë. Unë teknike dhe mos s'kam pas problem kohë. Edhe në aspektin tjetër s'kam pas problem kohë. Për sa i përket qytetarëve, sa ka pas interesim? Po, për momentin është heret, po thuaj se gjithë është vazhda e ardhjes është e njëjtë. Ashtu, në fillimi është pak më ngadalë shumë, dikur mes dita është me ngarkume dhe mbrëmje kemi, po thuaj se të njëjtën kështu ardhje. Për momentin kemi ardhje normal, qysh kem pas edhe herave tjera. A keni një thirrje për qytetarë pra që me dalë dhe me shfrytzu drejtën e votës? Po normal, se secili qytetar dhe ta shfrytëzoj të drejtën e vete për të votoj. Tash sa është në dëshirën e tyre është për të dëshiruar, është punë e tyre, mirë, po neve si institucion edhe besoj që të gjitha përgatitjet e me kohë, besoj që s'kemi asnjë problem, po do ta shfrytëzoj. Është e drejtë, se nesër mas nesër s'ka kohë të ngohet që t'jetë dikujnë atje fojnë se s'dolla apo dolla, kështu më mirë të shfrytëzoj drejtën e vetë, pa marrë parasysh se dhe parti e adhuron apo i jep votën, pra problemi është që duhet gjithsesi të shfrytëzon drejtën me dalë me votu. Në rregull, faleminderit shumë për kohën. Edhe juve respekt, faleminderit së për ju. Pra, siç e patër pranvetes kisha menaxherin e kësaj qendre, i cili na dha më shumë detaje lidhur me procesin e votimit në këtë shkollë. Ne do të tentojmë që të marrim ndonjë qytetar që kanë shfrytzuar të drejtën e votës apo janë duke pritur. Elus, e donin që të marrë pamje nga një vend votim. Pra në komunën e Vushtresë, po shihet që ka qytetarë të interesuar për të shfrytzuar të drejtën e votës. Për sa i përket numrit të votuesve brenda Kosovës këtu në komunën e Vushtresë është 74.580 votues, ndërsa numri i votuesve të regjistruar jashtë Kosovës është 3.617. Qendrat e votimit gjithsej janë 32, me vend votime të rregullta 95. I nderuar, jemi live. A mund ta tregoni pak sa keni shfrytzuar të drejtën e votës? Po, vetë votum. A pa ndonjë parregullësi apo diçka? Jo, shumë bukur, shumë mirë. Çfarë prisni prej këtyre zgjedhjeve? Mirë po pa përmendur enda. E presim më të mirë të mundshme, edhe ju dëshiroj sukses fituesit, edhe mos na lënë në gërç politik kështu qysh na kanë bërë se 9 muaj dhe 10 muaj. Rregull, faleminderit shumë. Faleminderit, gjithë të mira. Përshëndetje nderuar, keni shfrytzuar të drejtën e votës? Përshëndetje, keni shfrytzuar? Faleminderit. Pra, ngurojnë që të flasin. Për sa i përket edhe vend votime me kusht, këtu në komunën e Vushtresë, kemi vetëm një vend me kusht dhe pra një qendër votime me kusht dhe 2 vend votime të rregullta. Për sa i përket kësaj lidhje pra nga komuna e Vushtresë, kaq kemi. Këto janë të dhënat e fundit.